Lipjanit. Europea e patrësës trenat të ri për ëmbës. Stuish do broja. Rraf që i kamera. Ti hap mëra. Lagje, një lagje atje. Përshëndetje nga fshati Dobroja e Madhe, komuna Lipjan. Një nga fshatrat e komunës Lipjanit, sa përfshin komuna Lipjanit, sa i ka afro 70 fshatra. Kjo është një nga fshatrat e bukur, duke pas kanë një përmendore dëshmoj Lulzim Hashim Logiqi. Këta njën si meraklit futbollit, e kanë edhe klubin e futbollit Arbëria, pas kanë edhe lumin tu. Jo sjelli do pamja nga ky fshat. Martiret e kombit. Që nga fshati i madh. Tash në kuadër xhamis e pas kanë ndërtuar edhe një shtëpi për pamje për ngushëllime si që i bëjnë zakonisht gjitha fshatrat. Pa donacionit fshatit e mërgjimtarve. Ja, kjo dheni për e pamje për ngushëllime. Nësa kjo pjesa tjetër hoq? Për kuzhina, mi shërby. Buk, thonë. Shumë mirë, shumë mirë. Buka vjen hazër, po knena për masën nej. Këtë pregatit nej qaj, nej kafe, nej. Shumë bukur. Kusht për qëtë. Ju lumt. Tash po him edhe në gjami pak. Si që pat, po këtu për me marrë avdes. Hoxha i fshatit Krushe Madhe e pas ka vajzën e martune këtu. Më tregoj hoxha po nishin. Tha kemi qenë studime bashkë. Kjo e Kosova sa vogël është. Ky qenë ka dëshmor i vitëve 90 gjatë demonstrateve, ku edhe në atë kohë janë vrasë si në Brestos, si në Drenic, si në Podojev, në vende tjera. Hajde vazhdojmë ta vizitojmë fshatin. E këtu e paskën edhe lumin këta. Çdo qytet apo fshat që ka lum në mes është i jep jeshi. Prizreni për shembull vizitohet shumë shkaku edhe urës të burit. Sa paska në mërgjimtar plote që në këtë organizun këto sigurisht e pastrojnë pranverë. Në është farpamje të bukur e pas kënë rregullu. Pas kënë marketet në dhaja. Dhe fshatrat e Kosovës kanë qenë në aspektin e infrastrukturës e gjanëve tjera shumë propa. Një për liria ka bot vetën, sot po asfaltohen me gjithë atë mirë si po bëhen si në fshatrat perëndimit. Me kanalizime, me internet, me asgjë s'dallon nga qyteti. Po, ato me malmëra. Fshati ma kokaj. Qenë ka kroji fshatit. Kroji u ndërtua në vitin 1318. Pa lind Skënderbeu kjo ka ndërtu. U ndërtua në qershor të vitit 2009 nga vetë fshati. Qenë ka mirë këtu që
Edhe kjo shtëpi e vjetër, që kemi pas shtëpijet me losh që në ka rujt, po. Unë e banoj me këtë djalin, jem bashk. Në Prishtinë tha, po shkojmë në fshat. E hajtë thash vinë tja vizitoj fshatin e që ka shumë mirë, sa ma shumë det njeriu që dha në të mira në për Kosovë. I kujt vjen ky donata po ky burim? Sakt. Bjekla? Po, pi bjeshve po. Po edhe 100% sakt nuk e di. Qajna a bën të mirë? Po. Se në Rovec është po është ujë shumë me gjelqere i bjeshkës, është ujë fort, e bon zhgymin e qajt. A ko ka e mirë kjo? Mirë. A marrin ujtë ashtu? Krejt. Po banorët me çka furnizohen me ujë? Pa sistemi ka. Dikush kam pjoj sjellse, dikush pej bonora, Ujësjellsin e fshatit e kanë qenë? pej komunës Lipjanit. Apo i komunës Lipjanit? Këto kena për shëre. Sa ljopi ka? Një 20 në duke t'i po. Që shvijat e milës. Që e po lëp. Për shëre e kina. Orat në shkuanejna. Ka i gjatë më në kjo i lumi? Që po, dhe më thonë, ta jonë duke i pastru betorinët vetë. Ju kanë pengua dhe pastrojnë. Që sa bukur. Është një fermier që i ka mbi 1000 krerë dele, e kam pa në rrjetet sociale, po mi djallë pas ka dhe lop. Ta vizitojmë pak. Ushqim pas ka siguru. Në treg të rrugovës që isha 4 euro e gjys, një tu i sonë, ndërsa i kashtës ishte 3 euro. Ata shpohim në shtallë, kjo është nga fermet e Benjaminit. Pro 30 i paska, a po milën të? Po, ta unë një gjizi modha, djote. Ku pe, po vinë dhe më thënë, Vita. në vend vinë të marë. E që ka të një vujtë për para, ku du po një dërgu e së të një të shkike. Edhe bika, do më thënë i rritë vetë, a? A pilshon do njëherë se këmejna paska kolosa bash? Si të shohen to edhe për kom tani nuk e kanë problem që si rritën thumët. Këto në ki për shqitje do më thënë Benjamina? Po, qëta e kam shqitje, veç që to nuk e kam shqitje. A dërgon 3 këto, a? Po, ndërek. Kun Lipjan? Lipjan. Ja, veç që to e kam pash. Që të zi. Ato për lop për unë, a? Po. Mashallah. Edhe vjetët i paske në atë pjesën e nej. Ja, po, këto... Teknikën e paske po krejt me traktor, me shka duen. Ushqima ki siguru? Masinën e që blum. Ushqima ki siguru? Po. Grunë të lumt. Super, dhe sa bukur. Edhe pasën, zejt e pasken. Shtallën e ki, qysh po shijet e ki bo vetë, do më thënë s'ka ndimu në ministri ose komuna, jo? Vetë. Ja, vetë, asë një ministri, asë një hanë. Që kjo pak ke që duhet mi stimulu fermerët. Një qëllë s'ma kanë qitë. Një stëpi, se në gjeti me ta plonë. Një plok, vetë keti këmë bu. Shumë keq. Asfalti e rije, që është farë bukurije. Sa bukur që ka po. Kjo është dobroja e madhe, dhe më thënë ju sollën pak pamje me këtë djallin që e ka dhe në linje të donatin. Le ta she diaspora këti fshatit tash ata vinë. Për shumë vit, mbushet Kosova, gjallërohet Kosova. Kjo është shtëpia shëndetit e fshatit, a? Po. është në funksion, po? Po. Kjo është shkolla vjetër. Ja, Në dhejta, ma qysh.
Jo 19, po 60 dhe 70 që ka kjo. A dhe të këshyrën. Tash, arritëm të objekti shkollor. Donat që të u e ki kry shkollën, a? Fillore, po. Shkollën fillore. Sot e djellë pushim. Këta pas kanë rujtë si objekt mirë, no e kemi shkatru. E kemi pas në vitin 1926. Kjo dore nevojë ndodh me marrë shteti në kuadër të Ministrisë të Mbrojtjes të Monumenteve Shkollat e dëshmorës. vjetra. Po, a? Që fusha sporti që e moderni, a? Po profesora, po. A mbajt turnira më duket une. Po dhe që të i luajnë aty farsur. E kom po. Ja, dhe shkolla, mirë pasat ditë e djele. Nuk punojnë në zonë se të pushim. Firma në orë, për nuk e din cilin fshat është. Ata Gjermani e batë. Së të ishtë jeme në fshat Stuttgartit. Raporti Prishtinë, Shkasov, Vlluk. Ky stadium futbolli nuk është ndërtuar rastësisht këtu, pasi këta po njifshin si meraklit futbollit edhe familjarët e Don Zhegrovës janë nga Dobraja e Madhe, fakt. Doni është gjenerat e re që ka linë gjatë luftës në Gjermani, një nga futbollistët më të mirë që ka Kosova sot. Zemra me mu copuje, po moj shqipe pse je mërzi, po nari kohen me ikin e tri, gjithrinia më është në reguje, po don zemra me mu copuje, sa erë dhe gjiko nas konja, po moj nan, e në më benediri kurin dhe me lavatan, sa era dhe gjiko nas kamja, o moj nan, e në më benediri kurin dhe me lavatan. Coplohet kjo zemra e shkret, ne ti preq vetëm ken vet, por im vete veç kujtona, se mendu se do vi kokona, uzbras shati ka betinga, nuk ka ma njeri të gjall, veç di preq që kemi shati krejti shkret, sa era dhe gjiko nas kamja, o moj nan, e në më
radhëm